Mirë se vini në këtë eksplorim të ri. Sot do të flasim për një formë që të gjithë e njohim që në fëmijëri, por që në fakt sheh një thellësi absolutisht jashtëzakonshme, trekëndshin. Nuk do të mbetemi thjesht te gjeometria bazë, jo. Do ta shohim atë si një simbol të fuqishëm të harmonisë universale dhe krijimit, veçanërisht përmes asaj thjerrëze magjepsuese të filozofisë masonike. Është vërtet e pabesueshme se si tre vija të thjeshta të bashkuara mund të mbajnë brenda vetes fjalë për fjalë blueprintin e vet universit ton. Në rregull, le të thellohemi drejt për drejt në këtë. Në traditën ezoterike dhe atë masonike, trekëndshi nuk është thjesht një vizatim, por një kujtesë e vazhdueshme se i gjithë universi funksionon përmes një balance tepër delikate. Përfaqëson trininën, krijimin dhe ekuilibrin total. Mendoni pak, pa ekuilibër gjithçka rrëzohet. Është një parim thelbësor që na tregon se kur një forcë dominon mbi një tjetër ose kur diçka mungon, harmonia zhduket sa hape mbyll syt. Kështu që ai shërben si një lloj busulle e heshtur që na drejton drejt dritës dhe përsosjes. Struktura jonë për sot është mjaft e qartë. Së pari, do të shohim gjeometrinë e lashtë dhe stabilitetin. Së dyti, trinin si parim universal. Së treti, ekuilibrin mes mendjes, trupit dhe shpirtit. Dhe së fundmi, ngjitjen drejt harmonisë. Le të fillojmë. Seksioni i parë, gjeometria e lashtë dhe stabiliteti. Pra, bazat fizike dhe arkitekturore të kësaj forme. Këtu ndodh ai kalimi i mrekullueshëm ku një formë thjesht fizike merr një kuptim të thellë filozofik. Ne e dim shumë mirë nga inxhinieria se trekëndshi është nga strukturat më të forta të mundshme. A e keni menduar ndonjëherë pse piramidat e Egjiptit qëndrojnë ende aty, madhështore pas mijëra vitesh? Pikërisht për shkak të këtij stabiliteti. Ndërtuesit e lashtë e pan këtë qëndrueshmëri fantastike dhe e kthyen natyrshëm në një urë lidhse mes botës sonë materiale dhe asaj hyjnore. Dhe bukuria është se ky koncept kaq praktik, gjeometrik, përkthehet drejt për drejt në përvojën njerëzore. Ky stabilitet fizik është në fakt vetë themeli mbi cilin ndërtohet karakteri. Është fjalë për fjalë, si një enigmë gjeometrike. Hiqeni qoftë edhe një brinjë të vetme dhe gjithë struktura bie në tokë me njëherë. Në filozofinë masonike, ky është një mësim thelbësor. Nuk ka dhe nuk mund të ketë stabilitet të jashtëm pa një ekuilibër të përsosur brenda nesh. Kalojmë te seksioni i dytë. Trinia si parim universal. Le të zbulojmë pak sekretet që fshihen pas numrit 3. Dhe kjo tabel e ilustron në mënyrë geniale atë që duam të themi. Këtu kalojmë nga forma e thjesht vizuale te fuqia ezoterike e vet numrit 3. Thuaj se çdo traditë e madhe shpirtërore e përdor treshen për të shpjeguar ritmin e universit ton. Shikoni si çdo gjë rrjedh në cikle të trefishta, e kaluara, e tashmja, e ardhmja, apo lindja, jeta dhe vdekja. Pra të përdorësh numrin 3 nuk është thjesht një stil estetik, por me sa buket është një kod i fshehtë i gdhendur në ADN-n e natyrës. E po, masoneria e merr këtë trini dhe e kthen në tre shtyllat absolute të universit dhe të vet individit. Urtësia është ajo dritë mendore që na drejton, forca është energjia dhe mbështetja thelbësore që na mban në këmbë përballë sfidave. Dhe pastaj kemi bukurinë, e cila i merr të dyja këto dhe i lidh bashkë në një harmoni të përsosur. Pasi të mendoni për këto të treja, fillon të ketë shumë kuptim sepse përdoren vazhdimisht bashkë. Seksioni i tretë. Mendja, trupi dhe shpirti. Tani e kthem vëmendjen te natyra trefishe e vet njeriut. Ky është ndoshta zbatimi më praktik dhe më personal i gjithë këtij diskutimi. Le të shohim pikën e parë të këtij trekëndshi njerëzor, mendjen. Ajo përfaqëson logjikën dhe vetdijen, por këtu ka një detaj thelbësor. Kjo anë e trekëndshit nuk është diçka që të falet. Ajo kërkon punë të përgjithshme, kërkon studim, lexim dhe një dëshirë të palodhur për gjetur të vërtetën. Me pak fjalë, pas forcimit intelektual, kjo brinjë mbetet e paploth. Brinja e dytë jemi ne në botën fizike. Trupi është veprimi ynë i prekshëm. Në filozofinë masonike, kjo lidhet ngushtë me atë që quhet guri i papunuar. Nuk bëhet fjalë thjesht për muskuj apo materie, por për vullnetin, për atë procesin shpesh të dhimbshëm të disiplinimit të vetvetes, ku ne gëndim dhe lëmojmë impulset tona të ashpra për të krijuar diçka me vlerë reale në jetë. Dhe baza që e mban të gjithë këtë strukturë të bashkuar është shpirti. Dimensioni moralit ton, dritës së brendshme dhe intuitës. Është absolutisht thelbësore të kuptojmë se, pa këtë element të tretë, e gjithë dija e botës kthehet në një mjet të ftohtë e mekanik. Pavarësisht sa shumë mund të dim apo sa të fortë jemi, pa një busull të qartë morale, e gjithë ajo mbetet thjesht një guaskë zbrazët. Seksioni i katërt dhe i fundit, ngjitja drejt harmonisë. Çfarë ndodh kur të gjitha këto shkrihen bashkë? Tani, ajo që është vërtet shumë interesante këtu është orientimi i vetë formës. Në traditat vizuale ezoterike, drejtimi i majas ndryshon gjithçka.
Kur maja është lart, tregon dinamikën e ngjitjes son drejt dritës dhe dijes, kërkimi shpirtëror. Por nga ana tjetër, kur maja tregon poshtë, jemi te bota fizike, materia, forca e lëndesës që na tërheq drejt tokës. Janë dy energji krejtësisht të kundërta. Dhe ja ku arrim te thelbi. Ideja nuk është të zgjedhim njërin apo tjetrën. Kur këto dy forma bashkohen dhe mbivendosen mbi njëra tjetrën, arrim qëllimin përfundimtar masonik, harmoninë totale. Është pikërisht ai moment kur ekuilibrojmë nevojat tona të përditshme materiale me zhvillimin ton më të lartë shpirtëror. Qielli dhe toka nuk përplasen më, ato më në fund bashkëpunojnë. Natyrisht, këto ide abstrakte gjejnë një zbatim jashtëzakonisht fizik në realitet, kudo brenda një lozhe apo tempulli simbolik masonik, që nga mënyra se si është orientuar ndërtesa, te dritat, e deri te mobiljet, do ta gjeni këtë trekëndësh kudo. Këto nuk janë thjesht elemente dekorative. Ato janë aty si një hartë vizuale për të kujtuar gjatë gjithë kohës se ekuilibri mendor dhe fizik duhet ruajtur me çdo kusht. Dhe nuk mund të flasim për trekëndësha pa përmendur këtë imazh kaq ikonik apo jo. Syri gjithë shikues i inkuadruar në një trekëndësh. Është nga ato simbole që gjithmonë shkakton kuriozitet. Por nëse lëm mënjan teoritë konspirative të internetit dhe shohim burimet thelbësore, ai është në fakt një simbol i mrekullueshëm i vetdijes universale. Një dritë e përhershme që inkurajon njeriu të kërkojë të vërtetën pas një lloj filtri. Pra, pika thelbësore e gjithë kësaj analize është kjo. Çfarë ndodh kur e humbasim këtë ekuilibër të famshëm? Tekstet burimore na japin një paralajmërim shumë të fortë. Nëse theksojmë vetëm intelektin pa moralin e duhur, bëhemi të rrezikshëm. Nëse kemi shumë forcë, por jemi pa mençuri, thjesht shkatrojmë gjëra. E nga ana tjetër, të merresh vetëm me spiritualitet duke ignoruar plotësisht logjikën, do të thotë ti dorëzohesh iluzionit. Dhe kështu mbrim të një pikë e rëndësishme e reflektimi. Nëse jemi dakord që potenciali ynë më i lartë arrihet kur mendja, trupi dhe shpirti puthiten në mënyrë të përsosur, ashtu si brinjet e një trekëndshi fjalë për fjalë të pathyeshëm, atëre le t'i hedhim një sy vetes. A i keni kushtuar rëndësinë e duhur trupit kohët e fundit? Apo ndoshta mendja si duhet më shumë studim? Apo shpirti është lënë pak pas dore? Ekuilibri rikthehet vetëm duke forcuar atë anë që ka mbetur më e dobët. Cila anë kërkon më shumë punë sot? Me këtë mendim në kokë, e mbyllim eksplorimin ton për sot.